me pradhat e tyre, e keqet, nuk janë vetëm ato tre, janë edhe ato, falë për shpejt, Peter Pirsit, që ture brava i mbështesin dhe patronazhizëm. Mendoni se do të fundoni shumë shpejt. S'do kush do marri 2 metra kub dhe as i ka më shumë. Edi Rama jep dorëheqje sa më shpejt, sepse populli nuk të do. Edhe fëmia jot, ku nuk të do, mërzitet, revoltohet, mos prit revoltimin e popullit, se poçu populli, s'ka kush ta ndalojë. Zoti ruaj shqiptar, Zoti i ruaj shqiptar, vdesi tradtar. Rrof çamaria e Kosova. Rrof çamaria, rrof gjithë Shqipëria, rrof gjithë kombë shqiptar. Cittadini e dini besoj, ne jemi frymëzuar nga rilindja kombëtare. Jo kjo rilindja e këtyre hajtutëve këtu. Pa jo e Abdyl Befrashit, e Ndre Mjedës, e Fishtës, e Petronili Luarasit, e Azdrenit, e gjithë këtyre. Janë ata të iluminuar që e doni Shqipëri si Zvicra. Si Zvicra, një shtet neutral që ka një sovranitet dhe ushtron demokracinë përmes demokracisë direkte, përmes referendumeve. Ndaj edhe në manifestin qytetar kemi theksuar. Shqiptarët do të kenë të drejtën e referendumeve ta ushtrojnë demokracinë përmes referendumeve. Atëherë, ja fjalën. Po. Okej, prezanto. Të dashur qytetar, të dashur shqiptar, këtu nuk ka asnjë parti politike. Ne kemi ardhur për kombin ton. Rrof Shqipëria, rrof Shqiptaria, rrof Shqipëria etnike, me çamërinë, me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut dhe me të gjitha krahinat. Qytetar, ka momente në historinë e një kombi kur heshtja bëhet bashkëfajtore. Ka momente kur indiferenca shndërrohet në armë më të forte atyre që duan një popull të lodhur, të përçar dhe të dorëzuar. Por ky nuk është ai moment. Ky është një moment fantastik sepse të gjithë shqiptarët janë bashkë kundër këtij sistemi të korruptuar. Kur një qeveri harron se pushteti buron nga populli dhe jo nga privilegji, kur qytetarët humbin besimin tek institucionet, kur të rinjt shohin emigrimin si shpresën e vetme për një jetë më të mirë, atëherë është detyrë çdo qytetari të kërkojë llogari dhe ndryshim. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Ne dëgjojmë çdo ditë pretendime për presione, friksime dhe ndikime mbi institucionet e drejtësisë. Ju lutem spak, bëni detyrën tuaj. Hetoni kryeministrin dhe gjithë rrethin e tij. Ju lutem spakut, bëni një hetim për kryeministrin, për pasurinë e tij dhe të gjithë çka ka rrotull. Ne shohim gjithashtu një heshtje që shpesh na duket e pakuptueshme nga faktorë ndërkombëtar që predikojnë demokracinë dhe shtetin e së drejtës. Miqtë e Shqipërisë nuk duhen të mjaftohen me deklarata. Ata duhet të dëgjojnë zërin e qytetarëve dhe të kërkojnë standarde të njëjta për të gjithë. Nëse doni që Shqipëria të hyjë në Europë, shporrini këta personazhe që po korruptojnë, që po vjedhin të ardhmen e Shqipërisë. Sot shumë shqiptarë besojnë se shpopullimi i vendit nuk është thjesht pasojë e vështirësive ekonomike, por rezultati i një sistemi që ka humbur aftësinë për të dhënë shpresë njerëzve. Një vend nuk mund të ndërtojë të ardhmen kur fëmijët e tij largohen masivisht. Kështu që Shqipëria e do çdo shqiptar që është këtu. Ne kemi 6 shqiptarë, jemi një kombë, kemi një dinjitet. Dhe dinjiteti nuk shuhet. Partitë janë të përkohshme. Edvin Kristaq Rama, ti nuk je fare kryeministër, ti je askushi, dhe si askushi, në vend që të hikësh e t'ja mbathësh duke dhënë dorëheqjen, mos na acaro kot. Jep dorëheqjen. Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik, Rama ik. Ne nuk kërkojmë privilegje, ne kërkojmë drejtësi, ne nuk kërkojmë favore, ne kërkojmë barazi para ligjit, ne nuk kërkojmë heshtje, ne kërkojmë përgjigje. Dhe le ta dëgjojë çdo institucion, çdo zyrtar dhe çdo qeveri, populli nuk është spektator në vendin e vet. Populli është sovrani, dhe kur sovrani kërkon llogari, askush nuk mund ndalojë përjetësisht zërin e tij. Ne jemi sovrani, ne jemi populli shqiptar, Shqipëria është e jona, larg tradhtarët, rrof liria, rrof demokracia, rrof populli shqiptar. Shqipëria e re, Shqipëria
Shqipëri e re! Shqipëri e re! Leta për tasë dhe njëra te. Rama jepe dorheqe. Rama jepe dorheqe. Rama jepe dorheqe. Rama jepe dorheqe. Studenti 91-shit dhe përderisa vi për të disa herë në disa protesta dhe kjo protestë vi shpesh, tregon që ky sistem pas 35 vjetësh më ka deziluzionuar. Atëre, ku duhet drejtohemi neve? Çfarë kam kuptuar unë dhe çfarë kemi kuptuar gjithë ne, prandaj ky popull është në. Këtu janë në fuqi komunistët akoma. Ky sistem u ka lejuar atyre trashëgimin. Dhe këta mund t'i quhen post-komunist. Raça akoma me e keqe, me e djallëzuar. Çfarë ka ndodhur? Ne duhet i drejtohemi të gjithë komunitetit evropian. Në qoftë se ti do të na fuzësh në qirin tënd, si mund të na fuzësh me disa komunistë dhe post-komunistë që kanë vrarë, vjedhur dhe plaçkitur vendin e tyre? Është një thënie e Stalinit. Populli voton, ne numërojmë. Atëherë ky që gënjen dhe mashtron, që thot kam 800.000 vota dhe kam të drejtën ligjore të qëndroj. Shumë mirë. Atëherë nëse ky ka 800.000 vota, 500.000 ka PD-ja, 500.000 ka partitë e tjera. I thon 1.800.000. Atëherë ne duhet jemi një popull prej 10 milionësh. Atëherë pse nuk e kupton Europa? Po bëhet bashkëpunuese me këta maskara, bashkëpunuese. Se nuk e kupton që ky mashtron. Atëherë, ti drejtohemi Europës dhe ti thami, të lutem, shikoj këtë popull, se këtu s'ka asnjë organizim, këtu është vetëm populli. Rrof populli shqiptar, poshtë kriminalat dhe mashtruesit. Rama jepet dorëheqjen. Rama jepet dorëheqjen. Rama jepet dorëheqjen. Rama shtuku nga përpara popullit tonë. Nuk je i denj për të qeverisur të vend. Këtë vend të shenjtë dhe këtë popull fisnik është populli shqiponjave. Më në fund e mori vesh se që është populli shqiponjave. Motra dhe vëllezër, kam një mesazh për diasporën.